Doktor Bear, pse mundet me ardhë organizmi i një gruaje deri në këtë pikë pas një momenti që ndoshta e pret për 9 muaj me gëzim, me dashni, pse vjen? Ç'a ndodh me organizmin? Janë shumë faktorë. Disa. Se nuk është një. Gjithmonë i kemi na 3 faktorë të artë. Po? Është biologjik, psikologjik edhe social. Jeta si e ka kaluar gjatë shazaniz, sistemi të menduarit e tij, edhe sa ka dopamin në rezervë për me përballu. A ka predispozita një gru shtatëzon gjatë shtatëzanis me dhonë shenja që do të përballet Ka shumë anksioze, po ai ankth mirët ma shumë si preokupim ndaj bebës, ndaj frutit që ka me bo. Edhe është shumë interesant, nanat që janë anksioze, dhe shtatëzanis i humbët shërohen vetë-vetiju. Shumë interesant, 99%, së po thom 100%, shërohen vetë-vetiju për shkak se në ankth janë preokupimet ndaj veti. Tashmë nuk i ka preokupimet ndaj veti, ka ndaj frutit, ndaj bebës, edhe e kalojnë fenomenal.